Pejgamberi Muhammed a.s. na ka diftu se ditën e gjykimit njeriu nuk ka me mujt me hell asnjë hap ma anej, pa u pyet për këto 5 gjana. E para, si e ka harxhu jetën. E dyta, veçanërisht si e ka kalu rinin. E treta, si e ka fitu pasunin, pra halal apo haram. E katërta, si e ka harxhu pasunin që ka pas. Pra nuk mjafton vetëm me fitu në halal, por duhet edhe me harxhu në halal dhe në gjanat lejume. Dhe e pesta, a ka punu apo jo me diturinë që ka pas. Sepse fatkeqësisht ka shumë njerëz që e din të mirën edhe të keqen, por qëllimisht për shkak të interesave dhe për shkak të dobësisë dhe për shkak të mungesës së karakterit, ata e ndjekun të keqen dhe e mbështesin të keqen dhe padrejtësinë dhe zullumin. Normalisht që llogaria e njeriut nuk përfundon me kaq, por ky hadith nënvizon faktin se këto gjëra janë as të rëndësishme saqë nuk mund të anashkalohen. Në fakt përgjigjet e këtyre pyetjeve nuk shërbejnë vetëm për botën tjetër, por e rregullojnë dhe orientojnë edhe jetën e kësaj bote. Po ti dhe unë, a jena gati për me u përgjigj? Si dukemi në pasqyrën e këtyre pyetjeve? Gjithë secili prej nesh duhet me ja bë këto pyetje vetit dhe me e mat vetin, sepse siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, njeriu i mençur është ai që e merr vetin llogari para se të merret në llogari, sepse do të merret në llogari prej Zotit një ditë. Ndërsa jo besimtarët që i bajnë vetit me sy, që mendojnë se janë të zgjuar dhe racional, le të vazhdojnë të mendojnë se gjithë këto mrekullina, e gjithë këto bukurina, e gjithë ky rregull i mahnitshëm janë kriju kot, pa ndonjë arsye, vetëm për 70-80 vjet, ose ma pak, ose ma shumë.